edhe ca më tepër, me gjithë se unë nuk shuhem shumë për këtë shifra dhe vlerësimet e masave kur të bojnë kështu. Në përgjithësi ishte mirë, vetëm një diçka që unë nuk arrita ta kuptoj, tani ka diçka te artikulimi kërkesës, sepse pash ca transparente kështu që kishte kërkojmë zyrtarizimin gjuhës shqipe zyrtare, dhe e dyta ajo që dëgjova nga vetë organizatorët, 3 organizatorët apo sa ishin atje e morën fjalën për fjalimet e tyre, 4 më falë, tamam. Ishte se kërkojnë, domethënë, zbatohet ligji i gjuhëve që parasheh edhe në nështrimin në Shqip në gjuhën Shqipe për ligjin, po mendoj për provimin e jurisprudencës. Po, pe paqartësi në kërkesat e studentëve. Pikrisht, ata e vërejta unë. Po gjithsesi, kjo protest masive e sotmja do të thotë që kjo nuk mund të jetë më një çështje që të jetë periferike apo të mos diskutohet apo të mos shtrohet për zgjidhje. Pikrisht, këtu ndajmë, po më duket edhe mënyra se si më pyetët, ndajmë të njëjtin mendim. Kjo është diçka, unë bile dje e quajta, mbrëm kisha te ju një paraqitje e quajta si të vonuar bile ndërlidha me atë librin e Kadarese Raku i morte u pam, shishir që ndodhi kjo dhe tani fillojmë ajo presioni dhe tani ditën në vijem unë presë dhe ti pranoj edhe Ministri i Drejtësisë i cili është burimi i kësaj pakënaqësie, i kësaj revolte, po të kishte qenë ndryshe e rregulluar kjo çështje do të kisha ardhur edhe këtu, po mendoj prandaj pak më parë thash mënyra e artikulimit, sepse po të nisemi nga gjeneza e problemit, atëherë dalim të ligjit e mungese një ligji për gjuhën shqipe, siç është ai për gjuhën maqedonishte, dhe konsideroj se kjo provimi i jurisprudencës në Shqip është një pikë vetëm në atë mozaikun e madh diskriminimit i cili bëhet dekada me radhë shqiptarëve këtu në kontekst të gjuhës shqipe. Prezidenti ka një jetë që i ndjek zhvillimet në Maqedoninë e Veriut dhe a ishte kjo proteste studentëve sot një shuplak për gjithë klasën politike, si në pushtet shqiptare dhe atë në opozit, apo ata që kanë qenë dje në pushtet dhe sot janë opozit? Pikrisht, unë mendoj gabimin gjithmonë në komentet e mia e kam pa pikrisht e politika. Biles unë jam kthyer diku në vitet 91 kur është aplikuar sistemi shumë partijak këtu demokracia. Domethënë, kjo problemi për cilën po flasim ne sot këtu me juve daton nga platformat politike të partive politike shqiptare të vitit 1991. Domethënë, tani sa dekada kanë kaluar, ne ende merremi me çështjen e provimit jurisprudencës në Shqip. Domethënë, ligj për gjuhën shqipe nuk kemi. Për të mbritur kjo, është rasti më i mirë që t'ju bëhet presion, sepse partitë politike din të futen nëpër labirinte dhe të, si thonë, asaj slalom në skim, tikin, të shmangen probleme për gjithë. Bile unë, nëse ke mundur të vëresh para 2 ditëve pash e kisha shkruar një video kolumn për 20%, sepse pash në kohën e fundit ca sinjale sepse leadershipi shqiptare përmend sikur është marrë vesh me kryeministrin për ta zgjidhur parcialisht siç është e zgjidhur edhe çështja e zyrtarizimit gjuhës shqipe. Pash, po them, edhe për 20% tani po ndërlidhi edhe për provimin e jurisprudencës. Të mos lejojmë që zgjidhet ligji i jurisprudencës në Shqip dhe pastaj ta paraqesim të njëjtën si fitore. Por për të zgjidhur kjo çështje është koha, rasti më i mirë me anë të këtij presionit masiv nga studentët, përjashtuar të gjitha partitë politike, faktorin politik shqiptar të cilin e konsideroj fajtor kryesor dhe dështak që nga 91-ta deri sot për këtë çështje kaq të rëndësishme me interes vital kombëtar për shqiptarët siç është gjuha shqipe. Mendojnë që Fezit kërkojnë ndjes, kemi pamjet në ekran që regjia na i mundson
të shoqërimit të studentëve pas protestës, më ndihmoni pas protestës që sapo ka përfunduar. Nëse do ta kem edhe Artina lidhje në lidhje të drejtë për drejtë, janë pamjet e drejtë për drejta që na vinë nga Shkupi në përfundim të protestës, ku po shoqërohen nga policia një pjesë e studentëve protestues në tubimin e sotëm në Shkup. Më ndihmo Fejzi me komentin? Një deja vu këtu në Maqedoni, sa herë që protestojnë shqiptarët, kështu gjejnë raste shkas policia për t'i fatkeqësisht për t'i kap, për t'i marrë, edhe sepse i nxisin në të shumtën e rasteve gjykuar në bazë protestave deri tanishme, protestuesit gjithmonë janë nxitur nga policia, ka patur struktura caktuara të cilat me tendencë kanë bërë, nuk e përjashtoj që një gjë e tillë, një skenar i tillë të ndodh edhe sot, megjithëse apeli organizatorëve në fund të kësaj proteste ishte shumë i mirë. Të kthehemi në mënyrë paqësore, të kthehemi mbrapa nga kemi ardhur dhe të kalojmë nga pjesën thënë kushtimisht shqiptare përtej urës së gurit në Shkup. Dhe këto situata edhe tensionet para nisjes së saj padyshim nuk i shërbejnë atij organizimi aq të mirë që studentët i bën nga fillimi deri në fund të këtij tubimi. Dhe kjo duhet vlerësuar në organizimin e tyre. Nuk e di nëse keni mundur ta transmetoni, kolegi respektuar, edhe ta transmetoni, po mendoj ta ndjekni, ta kishit mbuluar edhe par djek ishte një defilim të një sitit special policor i cili është etnikisht i pastër Maqedonës nëpërmjet Kumanovës, si shkas shërbej diçka bla bla bla, dita e policisë e Evropës, kështu, dhe pikërisht e